Rruga për në vend grumbullimin e mbetjeve inerte të çon drejt një kollri të zhveshur ngjitur me tregun e shumicës në Vlorë, nuk ka asnjë tabel paralajmëruese, asnjë barierë. Aty ku duhet të ndodhej një vend grumbullimi kontrolluar për mbetjet inerte, gjendja është krejt ndryshe. Në hyrje mjetet e ngarkuara kalojnë lirshëm, pa u ndalur nga askush, asnjë roje, asnjë pikë kontrolli. Një vend strehimi improvisuar në skajin e sipër është i vetmi element njerëzor që bie në sy. Aty qëndron një punëtor i vetëm që drejton makineritë që sistemojnë gjithçka që hidhet. Ndodhemi këtu në vend grumbullimin e mbetjeve inerte të Bashkisë Vlorë dhe shikojmë mbetje të freskëta që kanë ardhur nga porti, nga gryerja e bazamentit për hapjen e portit të ri, por ndërkohë shikojmë edhe një fenomen mjaft shqetësues në këtë vend grumbullim ku duhet të grumbulloheshin teorikisht mbetje normale të ngurta, kryesisht nga ato të ndërtimit, janë hedhur dhe mbetje të tjera, të cilat mund të klasifikohen si mbetje urbane apo mbetje industriale. Shikojmë disa mbetje të cilat vijnë nga përpunimi i fasonerive dhe fabrikave të rrobave, ndërkohë shikojmë dhe mbetje të tjera si goma apo mbetje tjera urbane, dhe ky është një fenomen jashtëzakonisht shqetësues. Me kalimin e kohës këto mbetje mbulohen nga dherat dhe ky në vend të jetë një vend grumbullim normal i mbetjeve inerte është shndruar në një vend grumbullimi të përzier dhe mund të ketë një ndikim në mjedis në afatgjat të rrezikshëm. Por ajo që bie më shumë në sy nuk janë inertet. Midis grumbujve të dheu dallohen qartë copa rrobash, mbetje tekstilesh që dyshohet se vijnë nga fasonerit, si dhe goma makinash të hedhura pa asnjë kriter. Përzierja e këtyre mbetjeve nuk është thjesht shkelje teknike, është rrezik real. Gomat të njohura për potencialin e tyre të lartë inflamues, kur digjen çlirojnë tym të dendur të zi, toksik dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm për shëndetin. Substanca si benzeni, dioksina dhe cianurët mund të qarkullojnë në ajër për kilometra të tërë. Edhe kur mbeturinat tekstile bashkohen me inertet dhe gomat, kërcënimi për mjedisin dhe komunitetin shumë fishohet. Rastësisht në dalje të vend grumbullimit një patrullë e policisë bashkiake kontrollon mjetet që futen. Është një shenjë se institucionet janë të pranishme, por pamja e përgjithshme tregon se prania e tyre nuk mjafton. Hyrja është e hapur për të gjithë dhe mbikëqyrja është sporadike. Në këtë kaos të heshtur ku grumbullohet gjithçka pa dallim, gjërat janë lënë në mëshirën e nxehtësisë, gabimeve njerëzore dhe rrezikut të një zjarri të mundshëm. Ky vend që në letër duhet të shërbejë si një pikë organizuar për depozitimin e mbetjeve të ndërtimit, është kthyer në një zonë gri, ku mungesa e kontrollit dhe ndërturja e mbetjeve të rrezikshme po krijon një bombë ekologjike me sahat. Dhe nëse nuk ndërhyhet shpejt, kjo bombë mund të shpërthejë përpara syve tan në një qytet që çdo ditë synon të jetë gjithnjë e më turistik.